E thot Abdulrahman ibn Gjozi, Allahu më shiroft, se Allahu subhanahu wa taala na ka kriju neve prej dy komponente. Ajo është trupi edhe shpirti. Kur Allahu subhanahu wa taala e krijoi trupin e Ademit alayhis salam, Allahu mor një grusht prej tokë. Prej kësaj toke, Allahu subhanahu wa taala mor tokë të kuqe, mor tokë të zezë, mor tokë të verdhë, mor tokë të bardhë, mor prej tokës e cila i vjen era, mor prej tokës që nuk i vjen era, mor prej tokës që është shumë e fortë, mor prej tokës që është shumë e butë, mor prej tokës e cila është e mesme, mor Allahu prej tokës e cila është pjellore, prej tokës jo pjellore edhe shumë. Varësisht llojeve të tokës të cilat i ka marrë Allahu xhelle xhelaluhu, kanë dalë edhe kategoritë e njerëzve. Ka njerëz të zi, ka të bardhë, ka të kuq, ka njerëz që ju vjen era, njerëz që s'ju vjen era, ka njerëz që janë shumë të fortë, ka njerëz që janë shumë të dobët, ka njerëz mesatar, ka njerëz që janë të vyshëm, janë edhe për vete, janë edhe për të tjerët, janë edhe për familjen, janë edhe për shoqërinë, ka njerëz që nuk janë as për veten e vet, nuk janë të vyshëm, as për veten e vet edhe kështu me radhë. Krejt kjo varësisht prej pjesës së tokës të cilët kena hise na te Ademi alayhis salam. Kur e krijoi trupin e Ademit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala trupin e Ademit alayhis salam e krijoi në etapa. Nuk e krijoi me një herë. Allah pat mundësi me kriju Ademin alayhis salam me një herë, me i thonë kun fekun, bëhu dhe bëh. Kryet. Allah është i fuqiploti, Allah është i plot fuqishmi. Mirë po Allahu subhanahu wa taala kur mur një grusht prej tokë dhe e krijoi Ademin alayhis salam, dhe nuk e krijoi me një herë, po e krijoi etapë pas etape derisa në fund i dha shpirtin, Allahu don më na mësu neve. Allahu don më na mësu neve. E para, kjo materialja për të cilën na shumë po kujdesemi, trupi jonë, të cilën na e shohim, jemi bë pothuajse në çdo shtëpi mas pakti një antar i familjes është bën një farë gjys doktori, është bën një farë gjys nutricisti. Mos thëm komplet ama një gjys po. Për shkak kujdesit të madh që japim për këtë materialin, që duhet me pas kujdes. Nuk është kërkush kundër kujdesjes së kësaj që na e shohim. Jemi të obliguar ta mirëmbajmë. Allahu këtë materialin e ka kriju prej toke. Të gjitha ushqimet Allahu i ka nxjerrë prej toke për këtë materialin. Medikamentet, ilaçet, në qoftë se kjo materiale smuhet, Allahu i ka bërë prej toke. Allahu e ka bërë që kjo materialja, trupi jon, fundin ta ketë në tokë. Kur të vdes njeriu, trupi i ngel përsëri në tokë. Në këto etapa që Allahu e ka kriju njeriun, Ademi alayhis salam fillimisht, kur e ka dhënë formën, e ka kriju me durët e veta, e ka privilegjuar Ademi alayhis salam, edhe s'ka kriju me një herë, po e ka kriju me një timing pak më të gjatë, Allahu do me na mësu neve se çfarë do që na dojmë të arrijmë, çfarë do sendi që na dojmë, çfarë do caku që na dojmë të arrijmë në këtë dunjë, ajo nuk bëhet me një herë. Është tradit e Allahut me shku hap pas hape, më u bë me një periudhë pak më gjatë kohore. Çfarë do qoftë ajo në çështjet materiale të kësaj dunjaje, qoftë ajo në çështje shpirtërore që kanë bënë me Allahun subhanahu wa taala, përmirësimet tonë me Allahun xhela xhelalu, apo në botën tjetër, të gjitha këto dojnë një kohë pak më të gjatë. E dojnë një kohë pak më të gjatë, e dojnë etapë pas etape. Dhe nga ana tjetër, Allahu e krijoi shpirtin. Dhe Allah tha, wa nafakhna fihi min ruhina. Dhe na, pastaj i adhan shpirtin. Ky shpirt, kur vjen te njeriu, vjen në muajin e 4 muaj e 10 ditë parafërsisht, mendimi më të saktë, për shkak se ka polemik të dietarëve që
një numër anoj në mendimin se vjen në ditën e 40. E më saktë është që vjen në muajin e 4 muaj e 10 ditë për afërsisht këtë periudhë kohore, e bin me laçet. E bjen meleku prej te Allahu subhanahu wa taala dhe trupit i cili po krijohet në barkun e nanës, Allahu ja dërgon shpirtin. Allahu ja dërgon shpirtin. Dhe na e dim ciklin e etapave të krijimit të njeriut në trupin e nanës. Pastaj Allahu e dërgon shpirtin. Ku është Allahu xhela xhelalu? Allahu është mbi arshën e tij, mbi 7 kaqell, qysh i takon Allahu subhanahu wa taala. Shpirti vjen prej nalt. Ushqimi i shpirtit vjen prej nalt, prej te Allahu subhanahu wa taala. Ilaçet e shpirtit, nëse shpirti sëmuret, vin prej nalt. Kur të vdes njeriu, shpirti ngritet nalt. Ndonjë shpirt deri në qiell në kësaj dunjaje dhe pengohet me shkut përpjet, shpirtat e jo besimtarve, dhe shpirtat e besimtarve i kalojnë 7 kaqell derisa të shënohen te Allahu në regjistrin e njerëzve të mirë. Dhe pastaj përsëri kthehen në varr në tokë të njeriu. Mirë po bëhet këndarje. Na e shohim sot që të gjitha përpjekjet dërmuese që na sot po i bëjmë në këtë dunjë janë për këtë materiale. Dhe investimi për shpirtërorën është shumë pak. Atë të gjitha problemet që na sot po ballafaqohemi në jetën tonë përditshme janë të shpirtërorës. Shpirti o është und, se kena dhënë me hang, se kena konsumu, s'ka konsumu kur gjanë shpirti, ose është i sëmur, ka nevojë për mjekim. Tash për këtë pjesën e parë që folëm nuk po flas hiç, për shkak se këtë pjesën e parë thash, o jemi gjys doktora e më tepër, o jemi gjys nutricista e më tepër. Pedim për trupin tonë. Po shpirti. Allahu xhalla xhelalu këtë Kur'an 600 ca faqe. Këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pjesa dërmuese e tyre flet për shpirtin. Është ushqim i shpirtit tonë. Tha Allahu në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajo më interesantja është se me përmendjen e Allahut jashta që qetësohen zemrat, që ka për qëllim shpirtin, qetësohet shpirti i njeriu. Fjala e Allahu xhalla xhelaluhu është shërim edhe për materialen. Fjala e Allahu subhanahu wa taala është shërim edhe për materialen. Kur'ani në përgjithësi është mjekim edhe për shpirtërorën, edhe për truporën. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, jo besimtarët shpenzojnë pasurinë e tyre për t'ju larguar juve nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Rruga e Allahut xhalla xhelaluhu nuk thon dietar për te Allahu, rrugat të cilën ecin për te Allahu nuk ecin me trup, ecin me shpirt. Nuk na duhen muskujt të fuqishëm për te rruga e Allahut. Na duhet shpirt i fuqishëm. Shpirt i cili është ushqyer me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Shpirt i cili është ngopur me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. A nuk kemi asnjëherë mundësi ta ngopim shpirtin tonë për shkak se çdo herë ka nevojë. Çdo herë ka nevojë me ushqye, me mirëmbajt, me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është mënyra më e mirë e kujdesjes për shpirtin tonë? Sendi më i mirë, e ndaj të cilët na jena shumë pa kujdesshëm për fat të keq, është preokupimi me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Lexim, meditim dhe prej.